Përshëndetje gjithëve, kësaj here në podcast do të flasim për një personazh, besoj që shumica juaj e njohin për shkak të angazhimit të tij politik, por ai nuk është vetëm politikan. Ai është dhe shkrimtar, është edhe mjek, me mua është Lori Kume. Faleminderit shumë, deputet që jeni me ne. Faleminderit që më ftuat, ndjehemi nderuar. Faleminderit. Dy fusha të ndryshme, si letërsia dhe mjekësia, po ku bëhen bashkë ato? Nuk bëhen bashkë. Tek ju. Letërsia dhe mjekësia bëhen bashkë te mënyra e zgjidhurit të gjërave, që në bazë të saj ka fantazinë. Duke qenë se unë e konsideroj artin dhe letërsinë një prirje e lindur, prirja për të fantazuar është gjithashtu në shërbim të letërsisë, pra është e lindur, por në mjekësi të jep një avantazh shumë të madh, dhe këtu futet arti në mjekësi, praktikisht stomatologji në rastin tim, për të gjetur zgjidhje që nuk janë konvencionale. Dhe kur analizon punën tënde me kohë, kupton që një pjesë e avantazhit tënd punën si stomatolog, si kirurg stomatolog, si implantolog, vjen pikërisht prej mikrozgjidhjeve të vogla që të sjell fantazia e ushqyer nga aspekti letrar. Si u mëshirua kjo për rrugtimin tuaj në parlament si deputet? Rrugtimi im në parlament si deputet nuk ka një shtysë domosdoshmërisht mjekësore apo letrare, po besoj gjithsekush nga neve pas teorisë famshme të Aristotelit, në një mënyrë ose në tjetër ne jemi kafshë politike. Në një mënyrë ose në tjetër ne bëjmë politikë çdo ditë, duke nisur që nga kafet dhe deri te veprimet tona të çdo dite dhe puna jone çdo dite. Është politikë bërje. Unë kam qenë gjithmonë personalisht i angazhuar në aspektin e sociales. Në një mënyrë ose në tjetër, dhe mbi të gjitha me eseistikën dhe publicistikën time. Kam qenë gjithkohës i ndjeshëm ndaj problemeve sociale të Shqipërisë. Dhe ndoshta kjo gjëja bën dhe një farë prirje e majtë brenda meje, pavarësisht se unë mendoj që artisti nuk ka një bindje të caktuar politike. Dhe kjo gjëja detyrimisht është një lumë që rrjedh dhe do një dalje në det. Kjo dalje në det e imi përkatësisht ishte salla e parlamentit. Ishte një vendim i menjëhershëm apo i artikuluar nga ju edhe në mendjen tuaj për një kohë të gjatë? Jo, nuk ka qenë i përpunuar në një mënyrë fine kohë të gjatë. Por sigurisht në kohë të gjatë ka qenë angazhimi im social dhe publik për te angazhimit tim si artist dhe si shkrimtar, edhe si mjek stomatolog, ka qenë gjithmonë pjesëmarrja ime në ngjarjet publike në një mënyrë ose në tjetër, me anë shkrimeve të mia. Dhe për nga natyra ti pak a shumë e di dhe do zgjedhësh nëse i përket aspektit të mendimit, apo nëse gjaku jot shkon më shumë nga aspekti i veprimit. Rasti im ishte i natyrshëm drejt parlamentit, sepse gjithmonë unë kam luajtur në rrafshin e ideve dhe të zgjidhjeve në aspektin mendor dhe logjik dhe ideor. Ndaj kuvendi, duke qenë se është vendi ku idetë të rrija përplasen dhe marrin formë, detyrimisht më çoi në mënyrë të natyrshme drejt kuvendit kjo gjë. Çfarë mendoni që i mungon sot kuvendit që mund ta sjellë një shkrimtar e mjek si puna juaj? Sot në kuvend për hir të vërtetës kemi mjek shumë nderuar nga të dyja krahët, cilët unë respektoj shumë, dhe duhet kuptojmë që personat e formuar në mjekësi ka një farë ndjeshmërie që ndoshta është pak më e lartë se pjesa tjetër. Ndaj në aspektin e kuvendit, kolegët e mi mjek, besoj që e kanë këtë kontribut. Aspekti artistik pastaj
sjell një lojë tjetër fantazie që ndoshta nuk është e zakonshme në kuvend. Dhe besoj që ndërthurja e këtyre të dyave do jetë një monedhë cilën unë do ta jap të adhuroj me shumë dëshirë kuvend. Ju si mjek keni mësuar shpesh që dëgjoni halle, shqetësimet, problemet e pacientëve dhe njerëzve. Sa e rëndësishme është që dëgjohesh në politikë? Politika në të vërtetë është arti të dëgjuarit. Dhe pa dëgjuar, pa marrë inputin e asaj çka të rrethon, ti mund të kalosh në empirizëm dhe ti mund të bësh dhe mund të marrësh vendime të cilat nuk i përkasin trullit në të cilin ti po vepron. Kjo gjë ndodh shpesh, sidomos me personat, prandaj në një farë aspekti intelektuali shqiptar, në një farë aspekti, duhet të thonë, është kthyer në një personazh empirik që flet nga një karrige i hipur në një podium dhe mendon dhe koncepton idera dhe fabrikon idera që ndoshta nuk i përkasin fare këtij trulli. Dhe këtu lind kontradikta e madhe dhe mosbesimi i madh që ka ardhur sot ndaj sferës intelektuale shqiptare dhe kjo si pasojë jo e drejt për drejt ndoshta, po si pasojë e rënd sjell që kemi pjesa tjetër e shoqërisë bjerë pre e Big Brotherizmave. Ndaj diferenca e një intelektuali me një person i cili është vesh hapur ndaj halleve të njerëzve, është që ti di se për çfarë po flet. Thënë gjitha këto, shpjegohet pse është shumë e rëndësishme në politikë që të kesh sy të hapur dhe veshët edhe më hapur. Humanizmi është në bërthamën e mjekësisë si profesion, por sa e rëndësishme është në politikë ketë edhe ndjeshmëri njerëzore. Po politika bëhet për njerëzit në finale fare. Ndaj nëse neve nuk dëgjojmë, nuk interpretojmë hallet dhe shqetësimet e njerëzve, nuk empatizojmë me ta, pra nëse nuk ke empati, ti makineri e ftohtë dhe siç ta thash, vendimet e tua do kthehen pastaj në vendime empirike që nuk i përkasin fare terrenit. Ndaj shumë e rëndësishme jo vetëm të dëgjosh, po edhe ti empatizosh, ta ndjesh në lëkurë atë që ndodh me tjetrin. Dhe në këtë mënyrë nuk them se nuk do ketë gabime, po bëhen më pak gabime. Deputet, ju e thatë që ju jeni një mjek stomatolog, keni pasur shumë raste, keni një punë gjatë dhe veprimtari gjatë në këtë fushë, por cila nga ato raste ka qenë më e rënda që ju ka shënjuar dhe jetën tuaj, profesionin tuaj, formimin tuaj? Një gjë është mos kesh bukë tash dhe një gjë tjetër është që jo vetëm mos kesh bukë tash, por mos kesh as zëm për të ngrënë bukë. Unë këto raste sigurisht i shoh shumë shpesh në klinikë. Pavarësisht se klinika ime është një ambient privat dhe një biznes privat, jam përpjekur brenda mundësive të mia të ndihmoj sa më shumë njerëz. Dhe kontakti me njerëzit e sëpërditshmes, i cili ka ardhur përmes klinikës, ka ushqyer pikërisht këtë empati ndaj njerëzve për të kuptuar që ka njerëz që kanë halle dhe ankesat nuk kanë kot. Ka bërë më të ndjeshëm dhe njëkohësisht më ka mbajtur dhe këtë gjë e kam pasur shumë të rëndësishme në të dyja karrierat e mia, kam mbajtur dhe me këmbë tokë në aspektin letrar. Pra, duke qenë në kontakt me njerëzit, duke prekur hallet e njerëzve, ti jeton këtë kohë, nuk jeton një kohë mendore që nuk përket fare askund dhe është jeton thjesht në botën e çuditërave. Po ti jeton këtë kohë, të mban është speranca që të mban ty këtu. Dhe kjo gjë automatikisht sjell një dëshirë për përmirësim. Ndaj mendoj që puna ime ka pasur shumë rol në këtë dëshirën për të bërë gjëra të mira. Ju e tha deputet që ju fantazoni sepse jeni edhe shkrimtar dhe letërsia të bën të fantazosh, por
të luash bukur me fjalët, sa e rëndësishme është në një shoqëri që shpesh herë është mbushur edhe me fjalë boshe, ndjes për termin, por duhet ta thekë kështu në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ka qenë një nga frikat e mia në momentin që mora vendimin me veten time që do isha pjesë e politik bërjes. Një nga frikat e mia ka qenë gjuha e drunjt. Gjuha e drunjt është armiku kryesor i mendjes tënde radhë parë dhe i komunikimit publik radhë dytë. Sepse këtu ti më njëherë distancohesh nga njerëzit, mund të jesh duke thënë gjë më të mrekullueshme dhe po e the në gjuhën me të cilën ajo trajtohet në komisione, që është një gjuhë teknike dhe shumë e mbyllur, atëherë ti në mënyrë automatike ke humbur raportin me njerëzit. Ndaj një nga gjërat që unë kam ngul shumë te gjithkush, ta lidhi me letërsinë, është që duhet lexojnë sa më shumë. Sepse leximi të mban gjallë plasticitetin e trurit dhe plasticitetin dhe elasticitetin e gjuhës. Qartë, por nga ana tjetër, ju po ashtu keni një libër që ju ka shënuar këtë moment tuajin që jeni në këto momente? Pra, letërsia sa ju ka ndihmuar në profesionin tuaj si politikan? Keni parë ndoshta pasazhe të caktuara që keni parë në një libër, keni parë edhe në realitetin politik? Gjithmonë libra që në realitetin në një mënyrë ose në një tjetër. Jo më kot për shembull një nga librat më simbol të letërsisë është kthyer 1984 e Orwell, sepse është shumë thjesht për ta gjetur të pasqyruar në letërsi, për ta gjetur të pasqyruar në realitet letërsinë. Ajo që do thoja unë është që kur unë nis të shkruaj diçka, nisem nga një parim shumë i thjeshtë. Unë shkruaj atë që do doja të lexoja dhe nuk e kam lexuar akoma. Dhe mund të them që më kanë ndikuar gjithë leximet e mia në hapat e mia dhe vendimet e mia, por bindja ime është formësuar, pra ka marrë formë bindja ime politike në librin që unë vetë shkruajta. Quhet Historia e shkurtër e Rrëmujës. Është një roman që trajton pikërisht çështjen e drejtësisë sociale, politike dhe njerëzore. Përgjithsisht shkrimtarët, pavarësisht se nuk e pranojnë shumicën e kohës, shkruajnë për t'i folur vetes dhe për të qartësuar idetë e tyre. Edhe Historia e shkurtër e Rrëmujës ka qenë pikërisht shkrimi një doktrine besimi social nga ana ime. Ndaj mund të them që kam vetë ndihmuar veten në procesin e shkrimit. Thënë këto, sa jo ka ndihmuar shkrimtari brenda jush për ta kuptuar më mirë politikën? Në disa raste unë mendoj se shkrimtari brenda meje më bën që ta kuptoj më pak politikën. Sepse një shkrimtar është gjithmonë kërkim të vërtetës dhe është një idealist i lindur pak ose shumë. Politika është mbi gjitha arti i kompromiseve, dhe shpesh bien kontradikt me njëri tjetrin. Qartë, për të kaluar tek përjetësioni tuaj personale, si u ndjet për herë të parë kur u futët në sallën e kuventit? Çdo kush, jo vetëm unë, por çdo kush që hyn për herë të parë në sallën e kuvendit të Shqipërisë duhet të ndihet i privilegjuar dhe duhet të ndjejë mbi supe peshën e madhe të pozicionit të cilin sapo ka vënë këmbën. Dhe më tutje në vazhdim. Nëse nuk ndjen këtë peshë, atëherë ti nuk je, mendoj unë, i denj për të qenë në atë sallë. Janë 140 persona të zgjedhur që përfaqësojnë, po themi, Olimpin e Shqipërisë në terma politik. Nëse ti nuk e ndjen këtë peshë dhe këtë përgjegjësi, nëse ti kur shkel në atë tapetin e kuqit dhe kur sheh emblemën e flamurit kuq me helmetën e Skënderbeut sipër, nëse ti nuk ndjen dridhjen dhe peshën që kjo gjë të jep, solemnitetin asaj salle, atëherë jenë në vendin e gabuar. Kam ndier solemnitet, peshë dhe përgjegjësi.
Cilat do të jenë prioritetet tuaja si deputet i Partisë Socialiste në këtë mandat 4 vjeçar? Prioritetet e mia sigurisht shkojnë bashkë me prioritetet e forcës politike që unë përfaqësoj. Mendoj që do ketë më shumë zhvillim në mirëqenie sociale, më shumë zhvillim shëndetësie dhe preken pra pikat e nxehta të problematikave të shoqërisë shqiptare. Dhe uroj shumë që edhe shumë më shumë zhvillim në kulturë. Shumë e rëndësishme. Mendoj që është ndoshta gjëja më e rëndësishme sot në Shqipëri. Të krijojmë një Shqipëri të kulturuar. Qartë, si mjek, çfarë mendoni se duhet të ndryshohet urgjentisht në sistemin shëndetësor që kemi? Hapa janë bërë ndërkohë, hapa konkrete, edhe vetë ardhja e ministres Evis Sala në krye të shëndetësisë shqiptare është besoj një hap goxha revolucionar, sepse te vlerësimit që ajo ka si mjeke ka arcjelli kontributin e saj këtu në këtë vend dhe idetë e saj të cilat janë formuar dhe mbrojtur jashtë dhe kanë dhënë suksesin e tyre jashtë Shqipërisë dhe vjen si një eksperiencë të saj. Për te kësaj sigurisht që duke nisur që nga buxheti i 2026-s, ndryshon skema e subvencionimit të shërbimit shëndetësor, ndryshon skema e preparateve mjekësore në onkologji, që është një nga plagët më të mëdha sot. Mendoj pastaj personalisht që duhet ketë një farë elasticiteti shumë më të madh në skemën e menaxhimit të po themi aspektit të shërbimit të ilaçeve dhe të preparateve në spitale. Sepse nuk përkon shpeshherë kërkesa ndaj materialeve me atë çka vjen ose në kohën në cilën vjen. Dhe kjo gjë kërkon një menaxhim goxha të mirë. Kështu që shpresoj që nga 2026 e tutje do kemi zhvillime. Do kemi zhvillime pozitive. A mund të bëhet politik pa humbur integritetin? Po besoj që po, sepse mendoj që integriteti ka të lidhje drejt për drejt me shtyllën kurrizore gjithse kujt. Dhe në moment që ke një bazë të fortë shtyllë kurrizore, edhe integriteti do jetë i pushitur mirë pas saj. Si do t'i rezistoni presioneve dhe kompromisit? Ju e tha që politika është kompromis pak më herët. Politika është kompromis deri në shtyllën kurrizore dhe integritetin për cilin sa po fol. Çfarë do donit ju që njerëzit thonin për ju pas këtij mandati? Natyrisht ne urojmë që të jetë sa më i gjatë, të jenë edhe mandate tjera pasuese. Unë nuk do bëj planifikime se çfarë do thonë njerëzit pas një mandati. Planifikimi im është se çfarë do thonë njerëzit në tërësinë e karrierës time dhe të karrierave të mia. A keni një mesazh për të gjithë ata qytetarë që janë skeptik ndaj politikës, të rinjt kryesisht? Mesazhi im është një dhe i vetëm dhe shumë i rëndësishëm. Nëse je skeptik ndaj politikës, afrohen politikë dhe përpiqu pa ndalim që ta bësh ti politikën. Mos u step, kushdo qofsh, mos u step nga idetë frenuese që politika është një bastion i mbyllur dhe nuk mund t'i afrohesh, nuk mund t'i qastesh dhe nuk mund të bësh pjesë e saj. Nuk është kështu. Politika ka nevojë për gjak të ri, ndaj çdo kush që mendon që politika është keq, le të vijë dhe ta bëjë mirë. Cili është premtimi juaj personal, jo politik, sa i përket këtij mandati? Më shumë shëndet në kulturë dhe më shumë kulturë në shëndetësi. Qartë, dhe një pyetje të fundit do që më lidhin tani natyrshëm. Ju keni vite që ushtroni dy profesione, le të themi profesione, siç është ai shkrimtarit një herëzi dhe ajo si stomatolog, mjek stomatolog. Si ndiheni që ndoshta
dy profesionet jetësore tuaja janë zbehur pak me angazhimin tuaj si deputet. Ndjeni xhelos në një farë forme? Ndihemi presionuar. Ndihemi në një farë mënyre ndje presion shumë të lartë sepse në një farë mënyre njerëzit shpesh kërkojnë ndihmën time në profesionin tim. Dhe në një farë tjetër mënyre impulsi për të shkruar është impulsi jetësor dhe është më i fortë se gjithçka. Të dytin e kontrolloj në një farë mënyre sepse e para ushqehem me lexime që tashmë janë bërë pak më të ngushta, po vazhdoj të lexoj dhe vazhdoj gjithashtu të shkruaj. I pari do jetë pak problem, për sa kohë do zgjasi pjesëmarrja ime aktive në politikë. Deputet, si mendoni që është letërsia shqiptare sot dhe çfarë duhet të ndryshohet sipas jush? Letërsia shqiptare dhe arti shqiptar përgjithësi sot është sa në bulzim dhe në zhvillim, aq edhe i mbytur në një ndryshk dhe në një ngërç të një të quaj unë korrupsion intelektual. Korrupsioni intelektual është i llojit më të keq, sepse nuk ka gjë më mediokre se sa favorizimet në sferën e artit dhe kulturës ku gjithçka është në kërkim të vërtetës dhe të sublimes. Krijimi në vetvete është një akt sublim. Ta mposhtesh dhe ta thyesh këtë akt sublim përmes intrigave, përmes konjunkturave të vjetra, përmes një krijimit të një falange, një boshti për të ruajtur pozicione sociale është e tmerrshme. Unë kam folur personalisht edhe me ministrin Gonxhe, një farë ngërçi dhe një farë shqetësimi që ekziston sot në botën, sidomos në botën e letërsisë shqiptare. Përse për këtij lloji ndryshku dhe këtij lloji korrupsioni moral, intelektual. Dhe sigurisht kam mbështetjen e plot të ministrit dhe aksionin ndaj një purifikimi dhe një hapje letrash dhe një sjellje të botës letërsisë dhe artit në vlerat e veta të vërteta. Pastaj sigurisht koha, lexuesi, vlerësuesi i artit letrar, i artit pamor, sigurisht këto janë ato që vendosin pikat mbi. Por duhet nisim me një premisë praktikisht pastër dhe barabartë për të gjithë. Unë kam marrë pjesë në shumë juri, për shembull letrare. Juria konkretisht e çmimit Kadare ka qenë një juri e lirë totalisht për të shprehur dhe për të vendosur pikat mbi flerat letrare. Jurit tjera që kanë qenë ndoshta dhe jurit krijuara në kontekstin themi publik zyrtar, pasur më flukse, ngacmime, orientime. Letërsia, arti, piktura duhet të jetë lirë. Kjo ka qenë dhe fjalën time në Kuvendin e Shqipërisë. Duhet të jetë lirë dhe e hapur. Kështu merr frym, kështu dalin pa vlerat, kështu zhvillohet letërsia shqiptare në total. Përgjithsisht shqiptarët, krijuesit shqiptar, janë të imprenjuar me një bindje që duhet të ketë një të parë edhe duhet të ketë një obor vasalësh dhe të nën letrarësh. Kjo është krejtësisht e gabuar. Në këtë rast politika dhe letërsia kanë dy qasje krejtësisht kontradiktore. Në një vend si Shqipëria, në një farë mënyre, në politikë duhet të ketë centralizim. Ndërsa në art duhet të ketë liberalizim total. Nuk zhvillohet arti shqiptar me një person, as me dy persona.
nuk vjen pranvera me 1 dhe me 2 lule. Arti shqiptar zhvillohet në blok. Zhvillohet si një lëvizje e tëra. Dhe nuk ka pashaport më të madhe, më të fuqishme, më cilësore, më përfaqësuese dhe më reklamuese për Shqipërinë, edhe Shqipërinë turistike, se sa Shqipëria artistike. Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar. Qartë. Deputet, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë. Faleminderit shumë për këtë rrëfim të sinqertë dhe shumë urime dhe suksese në punën. Dua ta shtoj, e kam shumë të rëndësishme edhe pas falënderimeve, aspektin e kulturës në shoqërinë shqiptare. Sa më shumë kemi pjesëmarrje aktive, jo vetëm politik, po në sferën kulturore. Sa më shumë njerëzit zhvillohen, kulturohen përmes letërsisë, përmes muzikës, përmes artit. Aq më shumë shoqëri të mirë do kemi. E mira nuk lind nga asgjë, nuk lind nga ajri. E mira nuk imponohet, nuk realizohet me polici. Realizohet me vetë zhvillim, dhe vetë zhvillimi vjen vetëm nga kultura, nga asgjë tjetër. Ky është mesazhi im final. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.